kompromisit Ne ku në ndonë pushtet. vazhdimësi kemi thënë që pushtet mund të kesh atë sa ke peshën politike. Pra, kjo është tepër e rëndësishme dhe ne kemi konsideruar duke qenë që nisma i ka 3 deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, edhe kemi vlerësuar që mund t'i takoj ta zëm propozimi për nënkryetar të Kuvendit, sepse ju e dini që lëvizja vetëvendosje e ka të drejtën për të propozuar kryetarin e Kuvendit, por ka edhe një antar nga radhët e kryesisë. Në këtë drejtim ne kemi qenë shumë të hapur që ta diskutojmë çështjen e nënkryetarit, por po ashtu edhe atë që e ka përmendur në Mbretërinë e Bashkuar kryeministri Kurti, sepse ne kemi konsideruar që aq është fuqia politike e nismës. Mirë, po në anën tjetër nuk kemi pajtuar as me kërkesat që nisma ka bërë për kryetar Kuvendi. Për kryetar Kuvendi, sepse kemi konsideruar që duhet mishrohet, si me thënë, vullneti i popullit në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pra në institucionin më të lartë përfaqësues në vend. Prandaj edhe kemi besuar që kemi të drejtë dhe kemi insistuar në të drejtën tonë dhe në atë që ka kushtetuta e Republikës. Dakor, nga kjo që thoni zonja Haxhiu, i bie që nisma eliminohet nga kjo mundësi. Ne sonte pom Lumir Abdigjikun që aje përjashtoi çdo mundësi që t'jetë koalicion me ju. Ju e keni përjashtuar PDK-n dhe listën serbe. Pra praktikisht sonte lirisht mund të thoni që kemi zgjedhje 3, apo jo? Me këtë realitet politik. Unë asnjëherë nuk thash që në fakt nisma përjashtohet, për faktin se ende ka mundësi që të tërhiqen, si me thënë, nga kërkesat të cilat janë shpërputhje me fuqinë politike të tyre. Unë edhe sot i bëj ftesë për reflektim, jo vetëm deputetëve që vinë nga nisma, por natyrisht edhe deputetëve të tjerë të cilët e kanë për bazë interesin e përgjithshëm. Pra edhe njëherë po them, Kosova ka nevojë që sa më shpejt të formohet qeveria e re, por jo me çdo kusht. Pra ne natyrisht që jemi për formimin e qeverisë, sepse e shohim qeverisjen si mjet për të shërbyer qytetarëve, por jo qeveri me çdo kusht. E kur jemi këtu, në përmenda shumë forma të cilat ne nuk nuk i praktikojmë, edhe i kemi dhënë fund atyre formave se si ju keni qenë në negociata dhe po i ftoni nga këtu për reflektim nismën e cila është nëna e pazareve, nëse mund ta quajmë kështu. Po prandaj themi që t'i braktisin këto kërkesa të cilat janë në shpërputhje me fuqinë politike. Pra as nuk po fyej, as nuk po tregoj arrogancë, as ndonjë formë tjetër, përveç se po konsideroj që është e papranueshme për vetëvendosjen që dikush që i ka 3 deputet, sepse për këtë kanë vendosur qytetarët e Republikës së Kosovës, jo vetëvendosja. Prandaj kush jemi ne që të japim diçka më shumë se sa atë që ju ka dhënë populli. Domethënë ne nuk mendojmë që kjo është. Po vetë populli nuk është se i kanë ndarë pozitat ashtu si po pretendoni ju, me populli ka thik votuar ashtu. për përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Republikës së Kosovës, sepse kjo është fuqia që ka qytetari, fuqia që ka populli kudo në vendin demokratike, prandaj edhe konsideroj që është e rëndësishme që të ketë reflektim. Sepse, po them që ne jemi që të votohet qeveria, por në qoftë se subjektet politike janë të barikaduar aksisoj, për shembull, unë dëgjova, nuk e dëgjova intervistën e kryetarit të LDK-s, por dëgjova pjesë nga intervista në portale. Prandaj edhe jam jo e befasuar, por mendoj që gjuha e tillë është e gabuar. Mënyra se si... Cila gjuhë është e gabuar Abdigjiku sonte në debat plus Pjore Feroneve? Konsideroj që të shkosh në një emision, një kryetar i një partie politike, të kombinosh arrogancën me cinizmin, të, si me thonë, kontribosh që vendit shkoj në zgjedhje përsa ko kemi aq shumë punë për të bërë, mendoj që është qasje e gabuar, por disi edhe dukej, si me thënë, me një nervoz të shprehur edhe me një verbri politike. Prandaj edhe besoj që... A i thot që kam qëndrimet e LDK-s, nuk duam koalicion me njerëz cilët... Ajo është kryetari i partisë edhe i shpreh qëndrimet e partisë. Abdigjiku për ndryshe ka thënë që është kontribut kombëtar i LDK-s të emancipoj skenën politike, duke mos bashkëpunuar me një lëvizje që ka ngjall urrëtie e përçarje që ka izoluar Kosovën, që nuk beson në vlera bazike të Kosovës. Unë jam shumë e bindur që zoti Abdigjiku nuk i beson vetë këtyre që i ka thënë për lëvizjen vetëvendosje. Sikur lëvizja vetëvendosje të ishte një subjekt politik që me veprimet e saj ka dëmtuar Republikën e Kosovës. Përmend blokadën që ka me sanksionet e BE-s. Jo, sanksionet e BE-s nuk janë faj i qeverisjes tonë.
Nuk janë Po kjo është e diskutueshme sepse mund të jenë pa drejta por ka ndodhur në qeverisjen tuaj, zonja Haxhiu. Mund të jenë pa drejta por ka ndodhur në qeverisjen tuaj. Për sa kohë ne kemi ndërprerja e dialogut strategjik me SBA ka ndodhur këtu javë. Për sa kohë ne kemi shprehur hapur qëndrimet tona për shtrirje të sovranitetit dhe integritetit territorial në pjesën veriore të vendit ton, ne asnjëherë, fatkeqësisht po them, nuk kemi pasur mbështetjen e, si më thon, partive opozitare. Pra, në vend se ne të ishim të unifikuara kundrejt Serbisë, mund të kemi dallime për çështje të ndryshme në Republikën. Mira, na tregoni si duket ai unifikim, se fundja fundit ju keni qenë qeveri 50 plus, i keni pas gjitha mekanizmat shtetëror për të ndërmarrë gjitha veprimet. Ne i kemi ndërmarrë të gjitha veprimet. Ne Çfarë unifikimi po flisni? Strukturat paralele, strukturat kriminale, terrorizmin, e kemi ndaluar kontrabandën. Për çfarë po flisni? Çfarë unifikimi? Unifikim për veprimet tona që i kemi ndërmarrë në pjesën veriore të vendit tonë. Pra për shtrirje të sovranitetit dhe për shtrirje të integritetit territorial. Por, pra përsa kohë këta janë marrë me akuza kundrejt kryeministrit Kurti, sot e kësaj dite ne nuk e kemi parë asnjë, si me thënë, deklarat kundrejt listës serbe që kryetari formal i saj, Milan Radojičić, është kryeterroristi që ka bërë pra sulm terrorist në Republikën e Kosovës. Po, dhe ju se keni lënë keq me akuza ndaj opozitës së deri tanishme. Për shembull, ju e keni grupuar, po, zonja Haxhiu, nëse më lejoni, ju keni dashur të bëni koalicion me LDK-n, e keni shprehur në mënyrë publike me një letër, ndërkohë për shembull PDK-n e keni grupuar me listën serbe që nuk i doni në koalicion. Ai konsideroni të njëjtët? Po është qëndrim politik i lëvizjes vetvendosi ky. Ne kemi shprehur tashmë qëndrim të qartë se cilat janë subjektet politike me të cilat ne kemi parë të mundshëm një koalicion. Një nga këto ka qenë LDK-ja. Pra ne kemi thënë që në këtë kohë nuk preferojmë koalicionin me PDK-n, sepse është qëndrim politik, për arsye që ne i kemi bërë të ditura. Prandaj edhe jemi refuzuar. Mirë, zonja Haxhiu, t'ju pyes direkt se është shumë e rëndësishme. Meqense e kemi pa letrën